E shan çdo ditë duke i quajtur bufi i kënetës, por Babloku është bërë vetë si ai. Paradite bën fushat propagande, në drek fushat programi e në darkë fushat tallava. Ditën e sotme kryeministri Rama ishte në Burrel, aty ku bëri një premtim të çuditshëm se nga viti 2026 do të ketë pagesë mujore sipas numrit të fëmijëve. Për familjet me 3 dhe shumë fëmijë ndihmën ekonomike e kemi 2 fishuar, edhe për gratë kryefamiljare me fëmijë dhe e kemi 3 fishuar për fëmijët pa kujdes prindëror, si edhe për gratë viktima të dhunës dhe trafikimit. Ne do të rikonceptojmë programin e bonusit të bebes duke filluar nga viti 2026 dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do eci me një tjetër skeme pagesa mujore 2 vjeçare, 3 deri 5 vjeçare sipas numrit të fëmijëve. Kush do të bëjë më shumë do i rri më afër, kuptohet. Nga ky premtim që e di edhe vetë që nuk do të hyjë ndonjëherë në fuqi, jo vetëm për faktin se ai nuk i mban premtimet, si ajo shëndetësia falas me tantame të mëdha në 2013, por edhe për faktin se Rama kështu si kanë ardhur kohët në Shqipëri dhe jo vetëm. E di shumë mirë se 3 fëmijë po bëhen gjithmonë më pak. Ditën e sotme, në rrjetet e tij sociale që në pikë të sabahut Rama u përplas me komentuesit, pasi njëri prej tyre i vuri në dukje se veriun e ka lënë në harres, ndryshe nga sa bën me Jugun, që investon pafund. Mirë po për Ramën këto janë thjesht dëngla, pasi siç thotë ai nuk ka operuar kurrë me këto lloj ndasish. Një ndër veprat më të mëdha më e vështira rezultoi, por edhe një nga më të konsiderueshmet nga pikpamja financiare është rruga e Arbit. Kjo shkon në jug apo në veri? Është në jug nëse marrim dhe Kosovën dhe e konsiderojmë veri. Nëse i rrim Shqipërisë, është në veri. Rruga që shkon në Vermosh, në veri apo në jug? Rruga e Lurës sipas teje, në jug apo në veri? Rruga e Shëngjin-Velipoj, në jug apo në veri? Të gjitha janë të ndërtuara nga kjo qeveri. Dhe në mandatin e 4 do ndërtohen akoma më shumë, thotë ai. Mirë po, duke u marrë sërish me Sali Berishën, Rama thotë se nuk ka faj qeveria e tij, qeveriu ishte grope zez nga vetë ata që i kishin bastione. Edhe mëngjesin e sotëm, Rama vazhdoi me bajatosjen e përditshme ku sukseset e Spakut ja njeh vetëm vetes. Por si nuk i qelloi një komentues që t'ja kthente e mirë kur foli për tragjeditë e 21 janarit, Gërdecit e të tjerë dhe akuzoi kundërshtarin që ka sot përballë sërish. Pasi kur ka ardhur Rama në 2013 në pushtet, premtoi të kundërtën, por nuk e ka ndihmuar fare drejtësinë që këto ngjarje të rënda të zbardhen dhe ai e di shumë mirë këtë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri sot atë që ditë bëi më mirë, ti parapri publikisht humbje sa herë që ka zgjedhje. Edhe këtë herë alibia është e njëjtë, ndërhyrja e Edi Ramës në zgjedhje. Edhe pse po gënjen demokratët për ditë duke i premtuar rotacionin, Sali Berisha e di shumë mirë që kjo nuk do të ndodhë dhe ndaj pak ditë përpara zgjedhjeve ka nisur alibin. Në daljen e sotme për mediat Berisha u shpreh eksaktësisht kështu. Sondazhet tona tregojnë se në zgjedhjet e lira fitimtar absolut është Partia Demokratike. Çfarë do të thotë Berisha me zgjedhje të lira? Pra nëse do të ketë zgjedhje të lira, por kjo është relative. Pra nëse Berisha do të humbas, ai do të përdor të njëjtën alibi. Nga ana tjetër, për ta mbuluar disi këtë që tha, Berisha deklaroi se këto zgjedhje janë në monitorim të rrep nga ndërkombëtarët. Sa i takon krimeve zgjedhore, kreu demokrat tha se kanë ndërzuar tashmë me emër dhe mbiemër të gjithë ata që po kryejnë të tilla krime dhe i garantojnë se krimi zgjedhor do të quhet krim i rënd dhe do të dënohet nëse ai vjen në pushtet. E duke vazhduar të tregoj për ditë për demokratët ëndrat që sheh me sy hapur në këtë drejtim, Berisha lëshoi sot perlën e radhës kur tha se pas 11 majit ai personalisht dhe direkt do t'i kërkojë presidentit amerikan Donald Trump që SBA-t të heqin tarifat për Shqipërinë. Megjithatë, e bëri edhe sot një gjë si burrat, kur sfidoi përsëri publikisht kryeministrin Edi Rama për debat televiziv. Edhe pse kjo ka një kleçk, pasi Berisha e di shumë mirë që Rama nuk e pranon këtë ftesë, pasi e ka bërë me dije që me kohë. Në vijim të fushatës së tij elektorale, Berisha u takua sot me prodhuesit e bimëve medicinale në vend, ku akuzoi qeverinë Rama se ky sektor është goditur fort nga narkotrafiku, ka lulëzuar euro e drogës. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula vazhdon të demaskojë Sali Berishën dhe të tijit në Kampin Blu, pasi e hodhën në rrugë për 11 majin pavarësisht të gjitha kontributeve të tij. Duke folur për fushatën zgjedhore të 11 majit, Sula thotë se fushatën në Partinë Demokratike po e bëjnë deputetët Jorida Tabaku, Ilir Ali Mehmeti, Durata Çupi dhe Belind Klliçi, ndërsa Flamur Noka, Jozefina Topalli dhe Albana Vokshi ja kanë futur gjumit pasi i kanë siguruar mandatet në listën e mbyllur. Të mos mbajmë pushtet për Flamur Nokën, Albana Vokshin, për tjetrin që i urrejnë demokratët, jo më shqiptarët. Shiko kush e bëjnë fushatën. E bën Jorida Tabaku, Durata Çupi, Ilir Ali Mehmeti, e bën Belind Klliçi, Muçollari, ku i ke të tjerët? Ku e ke Jozefina Topallin? Ku e ke Flamur Nokën? Ku e ke Albana Vokshin? Ku e ke Ed Palokën? Mi shikon në terren. Zero ja kanë futur gjumit e kanë siguruar mandatin. Unë Berishës dhe Partisë Demokratike do i hiqja kapelen dhe do i thoja bravo të qoftë nëse do të merrte 65 deputet si Parti Demokratike, por jo si opozit, thot Sula. Ky fundit ka vënë një bast të fortë publik ku ka deklaruar se nëse Sali Berisha vjen në pushtet, ai do t'i kërkojë publikisht falje, do t'i ulet në gjunjë dhe do t'i puth këmbët. Dhe nuk e ka vënë më kot këtë bast, sepse e di shumë mirë që kjo nuk do të ndodh kurrë.
Bashkë me kandidatët Edi Blushi dhe Erisa Xhixho, por edhe veç në takimet elektorale të kandidatëve të Partisë së Lirisë në Tiranë për kryetarin e burgosur, kandidati Ilir Metaj është angazhuar edhe ish-ministri Edmond Haxhinasto. Ky fakt ka irrituar demokratët e Elbasanit, sepse Edmond Haxhinasto vetë është kandidat për deputet, i dyti në listën e sigurt të koalicionit PD Shqipëria Madhështore në qarkun e Elbasanit, por ai po bën fushat elektorale vetëm në Tiranë. Nuk po bën fushat për koalicionin dhe Partinë e Lirisë, por vetëm për kandidatin Ilir Metaj, kush sipas marrëveshjes me PD-n duhet bëj fushat elektorale në Elbasan për të mbledhur vota për koalicionin dhe kandidatët e tij në zonën ku është planifikuar. I vetmi që po bën fushat për veten në Elbasan është kandidati i Partisë së Lirisë në listë hapur, Dashamir Xhikaj, drejtori i rrugëve, që u burgos për aferën 50 milionë euro të cilat i vodhi për llogari të ish-ministrit Edmond Haxhinasto dhe kryetarit Ilir Metaj. Braktisjen e fushatës nga Edmond Haxhinasto, antarët e PD-s dhe kandidatët e saj të listës hapur në Elbasan e quajnë tallje me votat e tyre dhe janë ankuar Sali Berishës, por ky i ka shpërfillur sepse është vetë që e ka lejuar të mbledh vota për Ilir Metën në Tiranë. Madje Sali Berisha ka urdhëruar dhe 7 kandidatët e listës së mbyllur të PD-s në Tiranë të bëjnë fushatet në mbledhjen vota për kryetarin e burgosur të PL-s Ilir Metaj. Gjermania i vendos bllokadë partive shqiptare për takime elektorale. Jo për gjë, po janë mësuar në Shqipëri dhe bëjnë ç'të duan. Kujtojnë se është kështu edhe jashtë saj. Ndalu Bek se ka ende i thon kësaj pune. Berlini zyrtar ka dorëzuar në Ministrinë tonë të Jashtme një notë verbale ku thotë se për çdo takim elektoral në territorin e këtij shteti duhet njoftuar 10 ditë më herët dhe vetëm nëse miratohet kërkesa nga autoritetet federale mund të zhvillohet takimi me votuesit shqiptar. Kjo notë i është dorëzuar edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi është ky institucion që i takon me ligj të njoftojë kandidatët. 300.000 emigrantë shqiptar janë regjistruar për të votuar më 11 maj përmes postës. Partitë politike prej kohësh tashmë kanë nisur takimet në diasporë, kurse në Gjermani, por edhe në shumë vende të tjera, krerët e partive, por jo vetëm, zhvillojnë takime elektorale me emigrantë. Gjykata e lartë rrëzoi sot kërkesën e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për përjashtimin e treshës gjykuese Ilir Panda Sakulbinaj Sander Simoni nga procesi i gjykimit rekursit të tij për masën e sigurisë detyrim paraqitje. Vendimin e dha sot gjyqtari Anton Dimitri. Seanca e radhës u parashikua për të martën, por gjykata e lartë e shtyu atë për më datë 22 prill. Në këtë seancë gjykata do të shqyrtojë rekursin e Berishës dhe të dhëndrit të tij Amar Burmalltezi, po për masën e sigurisë, respektivisht i pari detyrim paraqitje dhe i dyti në një kohë të gjatë në arrest shtëpie. Masat e tyre janë në kuadër të dosjes Partizani. Procesi gjyqësor për cilën po zvarritet aq shumë sa ngrihen pikpyetje të mëdha se çfarë fshihet pas. Askush nuk e mendonte se kandidati për deputet i PD-s në Bosdo i pari të lista e sigurt në Berat të ketë 26 pasuri të paluajshme, jo se ai në çdo dalje publike televizive fliste si qelibar kundër korrupsionit, por sepse deri në vitin 2005 kur ishte 33 vjeç nuk kishte asnjë lloj pasurie. Ndërsa pas vitit 2005 kur nëpërmjet Genspollos hyri në kupolën e pushtetit PD-s krejt në heshtje si urit, pas ka vënë 26 pasuri të paluajshme regjistruar në emër të atit të vërtetuara në regjistrat e kadastrës. Nga burime brenda BKH-s, pamfleti ka mësuar se me indicie e publikimi në media ka nisur hetimi për 26 pasuritë e Eno Bosdos, të vëna pas vitit 2005 kur ai u emërua zëvendës ministri i ekonomisë gjatë pushtetit të PD-s, dhe në vitet 2013-2015 kur ishte zëvendës kryetari i Bashkisë Tiranë. Baza për të filluar hetimin e pasurive të Eno Bosdos ka si piknisje edhe faktin që para e pas largimit nga këto detyra nuk ka deklaruar pasuri, ndërsa në emër të babait të tij pensionist janë regjistruar 26 pasuri gjatë 10 viteve kur Eno ishte funksionar i lartë në pushtetin e PD-s. Në hetimin e nisur nga SPAK nëpërmjet agjentëve të BKH-s janë bashkëngjitur prova të dala nga hetimet e mëparshme për Sali Berishën dhe qeveritarët e tjerë të PD-LSI-s, ku emri Eno Bosdos ka dalë si firmosës në shumë afera korrupsioni. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pranoi sot kërkesën e SPAK-ut për zgjatjen me 3 muaj të hetimeve ndaj ish-deputetit socialist Jurgis Çurbja. I fundit u arrestua më 20 tetor 2024. Në seancën gjyqësore të së martës, prokuroria e posaçme i drejtoi këtë kërkesë gjykatës së posaçme për shkak se është në pritje të disa letërporosive të nisura nga agjencitë partnere jashtë vendit. Në këto kushte prokuroria e posaçme do të hetojë deri në korrik Jurgis Çurbjen, i cili mbahet aktualisht në paraburgim. Ish-deputeti socialist u dojsh nga platforma e koduar Sky ECC, ku i dolën bisedat me botën e krimit në shërbim direkt dhe indirekt të votave në zgjedhje. Ish-deputeti Durrësit akuzohet se me ndërhyrjet e tij favorizonte antarët e organizatës kriminale, duke u ndryshuar akuzat apo liruar nga qelia. Nga ana tjetër, SPAK e akuzon Çurbjen edhe për nxjerrje të sekretit hetimor dhe shtetëror. Kërkesat e mbrojtjes së Jurgis Çurbjet janë rrëzuar disa herë nga shkallët e gjyqësorit, të cilat kanë lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për të.
Ditën e sotme në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua seanca gjyqësore në ngarkim të dosjes së njohur Metamorfoza, me të pandehur ish prokuror, ish zyrtar, policie e të tjerë të dyshuar si anëtar të një grupi të strukturuar kriminal. Mirëpo në seancën e sotme gjyqësore, 5 prej këtyre të pandehurve kërkuan ndarjen e dosjes, por prokuroria e posaçme nuk e pranoi këtë kërkesë me argumentin se dëmtohet shqyrtimi i çështjes. Në këto kushte seanca u shtyi për më datë 23 prill. Ndërkohë biznesmeni ose më mirë, investitori strategjik i qeverisë Pëllum Gjoka vendosi të tërhiqet nga përfitimi i gjykimit të shkurtuar. Sipas avokatit të tij, ndarja e çështjes dhe mënyra e administrimit provave dëmton direkt klientin e tij, ndërsa shpresa që ata mbajtën se kushtetuesja do të vendoste në favor të tyre për aplikacionin Sky ECC nuk u konkretizua. Patëm pritshmëri që gjykata kushtetuese të deklaronte të pavlefshme provat e marra nga komunikimet në Sky ECC, por për fat keq kemi një vendim asmish as pesh, thot avokati i Gjokës, ndërsa pjesa tjetër e të pandehurve kanë kërkuar të përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar. Merr tjetër rrjedh, ngjarja e dhunës në Fier 2 ditë më parë me protagonist agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe Policisë së Shtetit edhe të afërmve të ish kryebashkiakut Mallakastrës Agron Kaplanaj. Prokuroria ka nisur procedim penal për të afërmit e Kaplanajt me argumentin se agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe efektivët e policisë u ndoqën nga 3 makina dhe më pas u sulmuan fizikisht. Prokuroria e Fierit procedon penalisht niprit e Kaplanajt për dhunë fizike ndaj agjentëve të BK-s dhe forcave operacionale, ndërsa në pranga janë vënë Ledian dhe Claudio Kaplanaj, niprit e Agron Kaplanajt, si edhe shtetasi Geralt Kolçako. Prokuroria thot se agjentët sapo kanë vënë re se po filmoheshin nga disa individ janë larguar pasi kanë qenë me mision special, por ata janë ndjekur nga 3 makina dhe personat që ndodheshin në to i kanë dhunuar fizikisht. Organi i akuzës thot se ka regjistruar procedim penal për 3 të arrestuarit. 2 ditë më parë një grup i posaçëm efektivësh të operacionales, si edhe agent Byros Kombëtare të Hetimit u sulmuan fizikisht pranë biznesit të Kaplanajt në Fier. Mirëpo në dëshminë e tyre të sotme, niprit e Kaplanajt mohuan të kishin dieni se bëhej fjalë për agent të drejtësisë e policisë. Në të kundërt, ata do të ishin sjellë ndryshe. Nga ana tjetër, vetë Agron Kaplanaj ka një version tjetër të historisë, ku pretendon se në pronën e tij private janë kërcënuar edhe me armë nga agenti i Byros Kombëtare të Hetimit. Seanca e sotme gjyqësore ku dëgjohen dëshmit në kuadër të dosjes së njohur Plumbiar dështoi në gjykatën e posaçme. Seanca u shoqërua me tensione dhe akuza dhe shkaku bë një kërcënimi të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumani për avokatin Ilirian Duzeni. Në seancën e sotme gjyqësore, gjykata e posaçme pezulloi dhe shtyu afatet e paraburgimit të pandehurve të kësaj dosje, pasi nëse ato do të skadonin, atëherë të akuzuarit do të përfitonin lirin me procedurë. Në seancën e sotme, në debat u përfshi prokurori i Spakut Behar Dibra dhe avokatja Elda Zotaj, ku kjo e fundit shpreu të njëjtin shqetësim me kolegun Duzeni për kërcënimin e Nuredin Dumanit. Ajo tha se ndjehej e kërcënuar edhe pse prokurorin konfidenci kishte premtuar besën. Mirëpo prokurori i Spakut Behar Dibra e quajti këtë deklaratë dhe këtë pretendim të avokatës Elda Zotaj si shpifje dhe i sugjeroi asaj të depozitonte kallëzim nëse kishte ankesa në këtë drejtim. Por çfarë i tha Nuredin Dumani avokatit që çoi në dështimin e seancës së sotme? Avokati Besian Xhixhës doli menjëherë nga seanca e sotme pasi tha se ishte kërcënuar nga Nuredin Dumani. Sipas tij, ky i fundit i ka thënë që je në ofertë për ta vrarë. Sipas avokatit, ky ishte presion e kërcënimi pastër dhe ju drejtua menjëherë prokurorit të Spakut, të cilin e akuzoi se po bënte se hir. Në këtë moment u desh që gjykata të nxirrte nga salla Nuredin Dumanin. Unë nuk toleroj të më kërcënoj dikush në sallë dhe prokurori të mos reagoj, nuk mund të më bëja i presion mua. Nuk dëgjoj atë të më thotë të fus në listë, je në ofertë, ai revoltuar avokati. Në seancën e sotme, 2 vrasësit me pagesë Nuredin Dumani dhe ushtari i tij Henrik Hoxha, tashmë të penduar të drejtësisë, rrëfyen se kush qëndron pas porosisë së atentatit të dështuar ndaj biznesmenit Lulzim Masha. Ngjarja ndodhur tek zona e liçenit të Thatë më 18 janar 2022. Sipas Dumanit, atentati ndaj biznesmenit e porositi Aleksandr Baho, i njohur Nofkën Sakati, dhe shtoi se Henrik Hoxhës i kishte premtuar një shumë prej 150.000 eurosh për kryerjen e vrasjes. Mirëpo në këtë dëshmi Henrik Hoxha ndërhyri vetë, duke thënë se porosia është dhënë për djalin e biznesmenit dhe më pas u ndryshua. Është marrë porosia për djalin e Lulzim Mashës, nuk u gjenda ai dhe pastaj shkoi porosia për Lulzim Mashën që ai të vinte tek varrimi. Porosia ishte nga Sakati, pra Aleksandr Baho, tha ai. Kosova zyrtarisht në krizë politike. Edhe sot dështoi për të dytën ditë me radhë seanca konstituive e Kuvendit Kosovës. Partitë akuzojnë njëra tjetrën për dështimin e saj, teksa vendi po hyn në krizë institucionale. Seanca e radhës do të mbahet më datë 19 prill. Ndërkohë kryesuesi i seancës, deputeti i zgjedhur i lëvizjes Vetëvendosja Avni Dehari, thotë se nuk pati konsensus në konsultimet që i thiri paraprakisht me përfaqësuesit e partive politike. Përpara se të niste seanca në sallë ishin të pranishëm 100 deputet. Ndërkohë qytetarët e Kosovës shprehen të zhgënjur me partitë politike pas dështimit
Komisionit të Konstituimit të Parlamentit që i hapte rrugën krijimit të qeverisë së re në vend. Fajtorët ta bëjnë të gjitha palët, teksa kërkojnë marrëveshje për kapërcimin e kësaj situate. Më datë 15 prill, legjislatura e 9 nuk arriti të miratonte raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. Kjo pasi Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë kërkuan nga anëtarët e qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputet ofrojnë dorëheqje formale nga postet ekzekutive dhe këtë bën në fakt Albin Kurti me të gjithë kabinetin e tij. Mirë po nga opozita kjo nuk morë seriozisht. Pasi si PDK, LDK dhe AK thanë se dorëheqjet duhet ishin paraqitur më herët në bazë të ligjit për qeverinë. Studentët serb vazhdojnë rezistencën, ata bllokuan televizionin publik ndërsa ky fundit ka ndryshuar menjëherë programin, kur ndërtesa u bllokua nga studentët që protestojnë prej kohësh. Në rastin konkret për mënyrën se si televizioni publik përcjell protestat e tyre, programi i tij u ndërpre menjëherë. Kështu emisioni i mëngjesit nuk u transmetua, ndërsa buletini i parë i lajmeve i mëngjesit u transmetua nga një studio provizore në një vend pa njohur. Studentët të mbështetur edhe nga qytetarë të ndryshëm vazhdojnë protestën më të madhe antiqeveritare në Serbi. Në shenjë revolte ata kanë bllokuar për më shumë 60 orë të gjitha hyrjet dhe daljet e godinës së televizionit publik të Serbisë RST në Beograd. Kjo protestë detyroi RTS-n të ndryshojë program duke transmetuar lajme flesh dhe vetëm filma e dokumentar. Njëri prej redaktorëve të televizionit publik të Serbisë tha se nuk e di se prej ku po bëhet transmetimi i sinjalit pasi nuk po bëhet nga ndërtesa e RTS-s. Por çfarë thon vetë protestuesit? Po protestojmë kundër radio televizionit të Serbisë pasi kohët e fundit nuk e kanë bërë punën e tyre dhe po nisin që t'i bezdisin njerëzit, veçanërisht ne studentëve dhe qytetarëve, të cilët RTS po i mban në terr mediatik. Prandaj është koha të rebelohemi dhe t'i themi stop, para lajmërojnë ata. Kujtojmë se 2 ditë më parë protesta e studentëve serb u zhvendos në Strasburg. Studentët udhëtuan plot 1400 kilometra rrugë me biçikleta, destinacion që e përshkruan në mënyrë të tillë për plot 13 ditë. Nga Novi Sadi në Strasburg, ata shkuan vetëm për të kërkuar drejtësinë, e cila në Serbi nuk po u ofrohet. Në Strasburg, studentët serb u mbështetën edhe nga diaspora serbe, të cilët u mblodhën në sheshin Kleber dhe shpalosën kauzën e tyre. Aleksandar Vučić ja hedh edhe këtë herë, më saktë ja vetë hedh. Pak kohë më parë u përfol se në protestat e studentëve, autoritetet serbe kishin përdorur armën e fuqishme sonike kundër protestuesve dhe për këtë presidenti Aleksandar Vučić bëri një përbetim të fortë publik. Teksa atëherë kërkoi ndihmën e FBI-s publikisht për ta hetuar këtë rast, presidenti serb paska përfunduar tek miqtë e tij. Ai thotë se këtë ngjarje e hetuan rusët dhe konkluzioni padyshim është ai që intereson presidentit serb. Në një konferencë të jashtëzakonshme, Vučić thotë se hetimet janë bërë nga Shërbimi Federal i Sigurisë FSB dhe rezultoi se kjo armë nuk është përdorur kurrë. FSB është një shërbim ku drejtori është Aleksandr Bortinukov, një burr që për mua ka qenë kreu i një prej shërbimeve më të fuqishme në botë në histori për shumë kohë dhe është një prej njerëzve të afërt të Vladimir Putinit. Bazuar në rezultatet e marra, një konkluzion kategorik mund bëhet se pajisjet akustike të forta të cilat i posedon policia e Serbisë nuk janë përdorur gjatë protestës, citon Vučić konkluzionin e tyre. Madje Vučić i tha studentëve dhe protestuesve në tërësi që të kenë turp që u bën pjesë e kësaj historie. Edhe një herë tjetër Vučić konfirmoi vizitën në Moskë për paradën e 9 majit famshëm, pavarësisht ultimatumit fundit nga Bashkimi Evropian se nëse do ta ndërmarrë këtë hap, atëherë Serbia ti thot lamtumir Unionit. Përderisa Vučić po bën të kundërtën, do thotë që lamtumira i duhej dhënë që shumë herët. Greqia dhe Turqia nuk gjejnë qetësim mes tyre, pasi Greqia prezantoi hartën e re që përshkruan hapësirën detare të pretenduar në rajonet e diskutueshme. Ka reaguar menjëherë Turqia. Ministria e Mbrojtjes në Ankara thotë se është e vendosur të mbrojë me çdo kusht të drejtat dhe interesat e Ankaras në detin e Egje dhe Mesdheun Lindor. Forcat e armatosura të Turqisë janë vendosura për të mbrojtur të drejtat dhe interesat tona në Egje dhe në Mesdheun Lindor. Harta e fundit e prezantuar në Athinë riktheu në qendër të vëmendjes një nga çështjet më të ndjeshme mes dy vendeve për caktimin e kufive detar në Egje dhe Mesdhe. Greqia pretendon një zgjerim të kufirit të saj detar bazuar në ishujt e vegjël dhe të pabanuar, duke përfshirë një pjesë të konsiderueshme të sipërfaqes detare që Turqia e konsideron si zonë të saj të interesit ekonomik ekskluziv. Turqia e sheh këtë si përpjekje për të kufizuar hapësirën e saj detare dhe për të bllokuar qasjen e saj në burimet natyrore të Mesdheut Lindor, ku gjatë viteve të fundit janë zbuluar rezerva të mëdha të gazit natyror. Zyrtarë të lartë nga vende të rëndësishme të Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Ukraina u mblodhën sot në Paris. Ky takim i rëndësishëm vjen vetëm pak ditë pas bisedimeve mes Washingtonit dhe Moskës me objektiv fundin e luftës në Ukrainë dhe firmosjen e marrëveshjes së paqes. Në fakt kjo është hera e parë që zhvillohen takime të tilla mes liderëve të lartë europianë dhe Ukrainas, si edhe të dërguarit posaçëm amerikan Steve Witkoff pas takimit të këtij të fundit me presidentin rus Vladimir Putin. Deri më tani Moska nuk ka pranuar që të firmosë një marrëveshje të gjerë
armë pushimi. Sikurse pretendon Donald Trump, edhe në këtë drejtim Rusia ka kushtet e veta të cilat hidhen poshtë nga Ukraina. Megjithatë, amerikanët vazhdojnë të besojnë për një marrëveshje paqeje, për cilën thonë se është duke ndodhur, ndërkohë që vetëm pak ditë më parë u krye një sulm makabër në Ukrainë nga Rusia, me 34 viktima mes tyre edhe fëmijë. Në takimin e sotëm të liderëve në Paris, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje që të ushtrojnë trysnin ndaj Rusisë për të pranuar armë pushimin. Në tryezën e sotme është edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio,